Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndërprerë procesin e numërimit të votave për kandidatët për deputet nga radhët e të gjitha partive, ku deri më tani janë numëruar 76.65% e votave. Procesi është ndërprerë sot me fillim nga ora 12 dhe do të rifillojë nesër më 1 janar në orën 16 për shkak të festës së fundvitit. Më poshtë, ju sillim rezultatet për 10 deputetët më të votuar të partive politike. Nga lëvizja vetëvendosje renditet më i votuari Albin Kurti me 267.726 vota, në vendin e dytë Blau Konjufca 208.560 vota, Alvulena Agjiu 109.618 vota, Hekuran Murati 108.438 vota, Donika Gërvalla në vendin e 5 me 97.741 vota, Xhelal Zveçla 87.180 vota, në vendin e 7 Hajrullah Çeku 78.779 vota, Avni Dehari 79.006 vota, në vendin e 9 Mimoza Kusari Lila 65.565 vota, dhe në vendin e 10 renditet Eyüp Maqedonsi me 60.993 vota. Në vijim, 10 kandidatët më të votuar të FDK-s. Në vendin e parë, kryetari Bedri Hamza me 122.380 vota, Arjan Dahiri 56.564 vota, në vendin e tretë Përparim Gruda 52.463 vota, në vendin e katërt Uran Ismaili 41.457 vota, në vendin e 5 Sala Jashari 38.522 vota, në vendin e 6 Vlora Qitaku 33.927 vota, në vendin e 7 Arben Mustafa 29.180 vota, në vendin e 8 Enver Hoxha 28.998 vota, në vendin e 9 Rahman Rama 22.792 vota dhe në vendin e 10 Ganimete Musliu 21.683 vota. Në vijim, 10 kandidatët më të votuar të LDK-s. Në krye, Lumira Bligjiku me 59.735 vota, në vendin e dytë Hykmete Bajrami me 37.700 vota, Ukrugova i treti me 32.965 vota, në vendin e katërt renditet Avdullah Hoti me 29.739 vota, në vendin e pestë Doar Sakica Xhelili 29.165 vota, Kujtim Shala i gjashti me 26.576 vota dhe i teti Anton Qumi 21.011 vota, në vendin e nëntë Lutfi Haziri 17.430 vota dhe në vendin e 10 nga LDK-ja renditet Jehona Lushaku Sadriu me 13.857 vota.